organizata mediatike Transworld Radio Albania, prezanton programin Ngritja e Kampionëve. Ja caruar ndonjëherë me ecjen tënde si krishter? Base ke menduar diçka të tillë. Dua të bëj gjën e duhur, por s'mundet. Dua të bëj të mirën, por se bëj. Nuk dua të bëj të gabuarën, por e bëj prapë se prapë. Nganjëherë, jeta e krishter mund të jetë e vështirë, por si të këmbgulim? Mirë se vini në programin Ngritja e Kampionëve. Unë jam Albani dhe jam këtu me Pierinin. Bibla e përshkruan këmbguljen si cilësi pozitive, por këmbgulja shpesh është e nevojshme për shkak të sprovave dhe pengesave me të cilat përballemi. Gjithsesi, a ka pengesa të përbashkëta me të cilat përballen njerëzit kur përpiqen të jetojnë një jetë krishter të frytshme? Do ta mësojmë kur të kthehemi këtu në Ngritja e Kampionëve. Pierin, pengesat janë pjesë e jetës, por një pjesë jo e këndshme. Po, por Perëndia i përdor për të na bërë të krishterë më të fortë. Ashtu është, por vetëm nëse ja lejojmë. Kam parë njerëz që reagojnë me acarim ndaj pengesave. Edhe unë ashtu kam reaguar shpeshherë. Edhe gjithë ne të tjerët. Kemi gjëra për të bërë. Duhet të takojmë njerëz të tjerë. Kemi synime për të arritur. Dhe veçanërisht në kulturën perëndimore, ne e shohim gjithçka dhe çdo kënd që qëndron mes nesh dhe synimit ton si diçka negative. Mirë, po Perëndia nuk i shikon kështu pengesat. Jo. Pikvështrimin e Perëndisë e shohim tek Romakëve 5 ku Pali shkruan. Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbguljen. Këmbgulja përvojën dhe përvoja shpresën. Te Romakëve 5, 3-4. Pra në të vërtet pengesat janë diçka e mirë. Po, sidomos nëse kemi si synim thellimin e marrëdhënies me Jezu Krishtin. Këtë gjë e kemi shqyrtuar në emisionet e fundit të kësaj serie. Kjo seri bazohet në librin 4 përparësit, i shkruar nga doktor John Tolson dhe Larry Kreider. Dhe të katërta përparësit trajtojnë rritjen tonë në jetën e krishterë. Përparësia e parë është zhvillimi i një përkushtimi personal dhe përparues ndaj Jezu Krishtit. Dhe deri në këtë pikë programet tona janë përqendruar te kjo përparësi. Përparësia e dytë është zhvillimi i një përkushtimi personal dhe përparues ndaj vetes. Këtë përparësi do ta shqyrtojmë programin tjetër. Përparësia e tretë është zhvillimi i një përkushtimi personal dhe përparues ndaj marrëdhënieve. Ndërsa përparësia e katërt është zhvillimi i një përkushtimi personal dhe përparues ndaj veprës së Krishtit në botë. Dhe fjalët kyçe janë personal, përparues dhe përkushtim. Përparues do të thotë se duhet të lëvizim përpara në ecje me Krishtin. Ndërsa përkushtimi është vendimi si ai që dëgjojmë në këngën "Unë kam vendosur ta ndjek Jezusin, s'ka më kthim pas. S'ka më kthim pas." Sakt. Përparësitë e dyta do t'i shikojmë në programet e mëvonshme, por për momentin, cilat janë disa pengesa që qëndrojnë mes nesh dhe jetës së frytshme si të krishterë? Një pengesë të madhe e kemi përmendur tashmë. Nëse pengesat dhe sprovat i shohim si gjëra të këqija, kur besojmë se pengesat nuk kanë kuptim për jetën tonë të krishterë, mund të dekurajohemi, acarohemi dhe zemrohemi. Dhe këto t'japin motivim të fortë për t'u dorëzuar. Por duhet mos harrojmë se jeta e krishterë është si vrapimi në garë. Ti vrapon për të fituar çmimin, Pali shkroi. Prandaj vraponi që ta arrini. Kjo do të thotë se duhet të fokusohemi te çmimi. Perëndia dëshiron që ta jetojmë jetën duke u përqendruar tek ajo që është vërtet e rëndësishme. Shembulli më i mirë i kësaj ishte Jezusi. Absolutisht. Jezusi e vrapoi garën e vet me një përqendrim të palëkundur te çmimi i cili ishte shpëtimi i njerëzimit. I dolën shumë pengesa, por e ruajti përqendrimin dhe e kaloi vijën e finishit. Jezusi është shembulli më i mirë i këmbguljes përballë pengesave. Ai në vendosi standardin se ç'lloj burri dëshiron Perëndia që të jetë secili prej nesh. Në këtë pikë dua të përmend se jeni duke dëgjuar programin Ngritja e Kampionëve. Unë jam Albani dhe jam këtu me Pierinin. Po diskutojmë për rëndësinë e këmbguljes në jetën e krishterë dhe se si pengesat mund të na forcojnë ose dobësojnë në varësi të këndvështrimit që kemi. Pierin, përmende pengesën e këndvështrimit. Nga ç'pengesë tjetër duhet të ruhemi? Shpërqendrimi nga idhujt. Kur thua idhuj, mos e ke fjalën për ato statujat e vogla që përfaqësojnë Perëndit? Ky është imazhi i parë që u vjen në mendje shumicës njerëzve, por s'bëhet fjalë për të. E kam fjalën për atë që ka parasysh tek e para e Korintasve 10, vargu 14, kur shkruan: largojuni idhujtarisë.
Biblia e amplifikuar shkon më në Olsi. Vargu 14 në Biblën e amplifikuar lexon: Prandaj të dashurit e mi të shtrenjtë shmangni, që do thotë qëndrojni larg, shmangini dhe duke e mbathur me vrap nëse është nevoja, shmangni çdo lloj idhujtarie. Kjo është dashuria ose adhurimi i gjithçkaje tjetër përveç Perëndis. Ndërsa adhurimi është admirimi, mahnitja nga diçka. Kështu ky varg thotë se çdo gjë që e duam më tepër se Perëndin është idhull dhe ndërhyn në jetën e frytshme të krishter. Çdo gjë që e duam më tepër se Perëndin është idhull. Na jep ndonjë shembull? Një shembull mund të jetë ky: si e shpenzojmë kohën. Nuk e kam fjalën për punën ose gjëra të tilla. Po flas për atëherë kur harxojmë 4 orë me hobin ton ose sportin e preferuar dhe vetëm 4 minuta me lutje dhe leximin e Biblës. Jezusi tha: aty ku keni thesarin, aty keni dhe zemrën. Ndaj pyetja është kjo: a e kemi zemrën te diçka tjetër dhe jo te Perëndia? Nëse po, ajo gjë është idhull dhe duhet të kërkojmë falje dhe të pendohemi. Pra humbja e këndvështrimit të duhur, shpërqendrimi nga idhujt. Përballë ç'pengesa të tjera duhet të këmbgulim? Një pengesë e madhe është friga. Një nga gjërat e fundit që tha Jezusi përpara se të ngjitej në qiell ishte kjo: shkoni pra dhe bëni dishepujt nga të gjitha kombet, duke i pagzuar në emër të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, duke u mësuar të zbatojnë gjithçka që ju kam urdhëruar. Tek Mateu 28:19-20. Friga mund të na pengojë që mos veprojmë kështu, por ne duhet të çajmë përpara mes frigës. Pali ishte shembull i shkëlqyer. Rreth 20 vjet pasi Jezusi ishte kryqëzuar dhe ringjallur nga vdekja, Pali e gjeti veten në Athinë, në Greqi. Në këtë pikë të historisë, Athina ishte një nga qytetet më të famshme të perandorisë romake, por ishte edhe kryeqyteti i adhurimit të idhujve. Ngado që hedh syt, Pali shet tempuj, monumente dhe statuja që u ishin përkushtuar perëndive të rreme. Është e lehtë të flasim për Jezusin në një mjedis miqësor ose kur jeta na shkon mirë. Por kur jemi në një mjedis armiqësor si Pali, është e lehtë që frika të na vërë për poshtë, apo jo? Po. Për Pali në arena publike ishte Athina. Për ne mund të jetë në familje ose në vendin e punës, ose kur kalojmë kohë me fqinjët. Por si Pali duhet ta mposhtim frikën dhe të përqendrohemi që t'i japim lavdi Perëndis. E para Korintasve 10:31 thot: Prandaj, qoftë kur hani ose pini, ose çfarë do të bëni, bëjeni gjithçka për lavdi të Perëndis. Ky është synimi i jetës së frytshme të krishterë. Pierin, çuditem që se ke përmendur pengesën e mëkatit. Këtë do ta thosha tani. Tek Hebrejve 12 vargu 1 thot: Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmimtarësh, duke hedhur tej çdo barr dhe mëkatin që na qarkon vazhdimisht duke na joshur, le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh. Këtu në programin Ngritja e Kampionëve, ne theksojmë rëndësinë e lutjes dhe leximit të përditshëm të Biblës, si dhe takimin rregullisht me besimtarë të tjerë. Këto të ndihmojnë vërtet për të shmangur mëkatin. Për burrat, takimi me një burr tjetër ose me një grup burrash është mënyrë e shkëlqyer për gjejshmërie. Kjo ne i pakson mundësitë për mëkat. Mua më ka ndihmuar shumë fakti që kam patur përgjegjshmëri ndaj një grupi burrash. Edhe mua. Se ke të lehtë tua thuar se i ke bërë gjëra të lëmsh. Por edhe nëse bën diçka gabim, gjithë gabojmë. Atë grup e ke si vend të sigurt. Nuk ta përkrajnë mëkatin, por mund të ndihmojnë që ta mposhtësh në të ardhmen. Rëndësia e llogaridhënies s'mund të nënvlerësohet. Por Pierin, kemi kohë për të shqyrtuar edhe një pengesë tjetër. Është një pengesë për të cilën s'mendojmë shumë. Kjo është mposhtja e dështimit. Le të kthehemi tek Pali në Athinë. Ai sheh një qytet të mbushur me njerëz që adhurojnë idhuj dhe dëshiron që t'u tregojë për ungjillin e Krishtit. Kështu që u bën një 2 pyetje dhe u paraqet ungjillin. Disa njerëz besojnë, por Bibla thotë se disa të tjerë thjesht u tallën me Palin. Veprat 17:18. Pali e pati të vështirë, siç e kemi edhe ne të vështirë, por soqi dorë. I mbajti syt te synimi, vazhdoi ta ndante të vërtetën e Perëndis. Kjo është e rëndësishme për ne. Tek fjalët e urta 24:15 thotë: sepse i drejti rrëzohet 7 herë, por ngrihet sërish. Miku im, dëshmia jote nuk bazohet në dështimet ose gabimet e së kaluarës. Aftësia jote për të shërbyer Perëndis bazohet në veprën e Krishtit në ty dhe përmes teje. Nëse ke mëkatuar, rrëfeja Perëndis. Qëndron në të vërtetën tek e para e Gjonit 1:9, që thotë: nëse ja rrëfej mëkatet, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. Prandaj miku im, nëse Perëndia të ka falur dhe mund të qëndrosh në të vërtetën e fjalës së tij,
dhe në fuqinë e frymës së tij të shenjtë këmbgul. Nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Pierin, pengesa e fundit, pra mposhtja e dështimit, është shumë e rëndësishme për ne, sepse diku do të dështojmë. Dhe kjo mund të na duket shumë acaruese dhe zhgënjyese. Por mua më pëlqen shumë ajo që shkroi Pali te Romakëve 7, vargjet 21 deri 25. Dëgjoni dy gjëra këtu. Acarimi i Palit që ishte njeri mëkatar, por edhe shpresa e tij. Unë pra po zbuloj këtë ligj, duke dashur të bëj të mirën. E keqja gjendet në mua. Në fakt unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë sipas njeriu të brendshëm. Por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia, që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe që më bën skllav të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. Oh, njeri i mirë që jam. Kush do të më çlirojë nga ky trup i vdekjes? I faleminderit Perëndisë me anë të Jezu Krishtit, Zotit ton. Unë vetë pra me mendjen i shërbej ligjit Perëndisë, por me mishin ligjit dhe mëkatit. Këto fjalë duhet të na ndihmojnë që të këmbgulim. Ke absolutisht të drejtë, Pierin. Këto fjalë duhet të na ndihmojnë që të mposhtim çdo pengesë. Dhe ka shumë pengesa, përmes së cilave duhet të këmbgulin. Pierin, mund të na përsërisësh shpejt atë që tham sot? Patjetër. Tham se një pengesë që na shpërqendron nga jeta e frytshme e krishterë është bindja se vetë pengesat janë të panevojshme dhe të padëshiruara. Kur në fakt shpesh Perëndia i përdor pengesat që të na ndërtoj karakterin dhe varësinë ndaj tij. Përmendëm se idhujt mund të na bëjnë pengesë. Idhull është diçka që ne e duam më tepër se Perëndin. Po kështu pam se edhe frika mund të jetë pengesë për ndarjen e ungjillit, praktikimin e ungjillit ose krijimin e dishepujve. Dhe një pengesë e madhe është mëkati. Por ai mund të mposhtet me anë të rrëfimit dhe pendimit. Dhe së fundi folëm për pengesën e zhytjes në dështim, në vend që të ecim përpara në forcën e Jezu Krishtit. Jezus i tha: "Në botë do të keni mundime, por merrni zemër. Unë e munda botën." Tek Gjoni 16:33. Pierin, faleminderit për këtë mësim inkurajues. Miku im, shpresoj se po na dëgjon. Nuk ka rëndësi ku ndodhesh në jetë. Kjo është një ditë e re. Ndoshta pengesat të kanë penguar përkohësisht. Ndoshta fshehtas ti e dorëzuar vërtet. Por sot dëgjove këtë program. Perëndia është i gatshëm të të ndihmojë që të kthehesh në shtegun e jetës së krishterë dhe të frytshme. Ai të do kaq shumë sa dha birin e tij Jezusin për ty, që të ngrihesh lart dhe të bëhesh kampion i Perëndisë. Ja pse këtë seri programesh e kemi quajtur Ngritja e Kampionëve. Miku im, çdo hap në jetën tënde të ka sjellë në këtë ditë. Gjëja e rëndësishme nuk është të numërosh sa herë je rrëzuar, por të jesh falënderues për gjithë ato herë kur Perëndia të ka ndihmuar të ngrihesh. I fort. Merr zemër dhe këmbgul për të patur një jetë të frytshme të krishterë. Kthehemi pas pak. Faleminderit që na ndoqët në programin Ngritja e Kampionëve, ku burrat pajisen dhe forcohen që të përmbushin potencialin që u ka dhënë Perëndia. Sot diskutuam për rëndësinë e këmbguljes për një jetë të frytshme të krishterë. Ky emision u bazua në librin 4 përparësitë i Dr. John Tolson dhe Larry Kreider. Për më tepër të dhëna për këtë libër ose për këtë program, na vizitoni në faqen www.championshorizons.org. Na shkruaj një letër në Transworld Radio Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose një email në adresën valleteungjillit@yahoo.com. Ne jemi Albani dhe Pierini. Faleminderit që dëgjove programin Ngritja e Kampionëve. Perëndia të shndërroth në burrin që ai e di se mund të bëhesh.